Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për skandalin e madh që ka përfshirë SPAK-un, ku është tentuar që të hakerohet sistemi i IT-s dhe është ndërhyrë në emailët e 3 prokurorëve të SPAK-ut, por është tentuar gjithashtu të hyet edhe në emailin e kreut të SPAK-ut, Altin Dumani, por ka rezultuar pa sukses. Gjithashtu do të flasim për përgjimet që kanë dalë në media të Erion Veliajt se si përpiqet që të sigurojë lirinë. Për gjitha këto, por edhe çështje tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Zoti Cakrani, çfarë do të thotë ky skandal që ka dalë tashmë sa i përket SPAK-ut, ku është tentuar që të hakerohet i gjithë sistemi, por është marrë vetëm kanë hyrë më saktë vetëm në 3 emailet e prokurorëve dhe nuk kanë mundur dot që të hyjnë në emailin e kreut të SPAK-ut, Altin Dumani. Është një veprim, një diçka që nuk është se kemi dëgjuar për herë të parë në Shqipëri. Kemi parë për këtyre 5 viteve, kemi hasur në disa ndërhyrje kibernetike nga persona të cilët akoma sot dhe kësaj dite ne nuk i dim kush janë. Ka filluar kjo historia e kerimit, ka filluar në vitin 2020 apo 2021 me nxjerrjen e të dhënave të pagave të gjithë qytetarëve shqiptar, si atyre në sektorit privat dhe atyre sektorit publik. Dhe atëherë u tha që u hakeruan dhe dolën na kanë marrë të dhënat. Por në fakt doli pastaj që kjo ishte një sabotim, mund ta quajmë nga brenda, ku vetë punonjësit aty kishin nxjerrë të dhënat, pra punonjësit e drejtorisë përgjithshme të atimeve. Pastaj kjo vazhdua më pas me nxjerrjen e të dhënave të targave, të identifikimit të targave të personave që kishin këto makina, dhe kjo vazhdoi me IT, pra me kartat e identitetit, u pasua më pas edhe me sistemin Teams, dhe pastaj me atë të policisë së shtetit. Pra, gjithë këto vite kemi parë vetëm hakerime, por as nuk kemi arritur dot t'i verifikojmë dhe nuk dim çfarë dëmesh janë bërë me këto hakerime. Dhe në fund pastaj janë arrestuar, janë marrë në përgjegjësi penale persona të cilët dytësor që nuk kanë patur ndonjë rëndësi në menaxhimin dhe administrimin e këtyre institucioneve. E bëra këtë lidhje për të thënë që edhe në rastin e fundit që janë hakeruar emailet e 3 prokurorëve, kjo nuk është një herezi, sepse hakerimi është një gjë krejt normale, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Janë hakeruar edhe sisteme të bankave ku janë vjedhur edhe lek, dhe në Shqipëri kjo ka ndodhur. Kemi pasur vite më parë edhe arrestime, po deshet ju, për kësaj natyre krimit kibernetik, dhe së fundmi të prokuroria. Është normale që dikush që ka interes mundet që kërkon informacion, dhe në këto kohëra sot ku janë pothuajse nën përgjegjësi ose nën hetim shumë zyrtar të lartë të shtetit shqiptar apo ish zyrtar, të cilët kanë interesat e tyre që të kërkojnë dhe të marrin informacione lidhur me çfarë po bëhet me hetimin ndaj tyre. Kështu që do përdorin të gjitha format, mënyrat për të siguruar informacion sa më të vlefshëm, që nesër të kenë mundësi të fshin provat, të kenë mundësi të mbrohen, të kenë mundësi të largohen po deshet ju nga Shqipëria, dhe kështu që kjo është një luftë që ka filluar dhe do jetë në vazhdim. Kështu që nuk është një herezi e madhe që kanë hyrë në sistemin e prokurorisë. Por mua nuk më ngjit fare, po s'më ngjit fare fakti që thohet që kanë marrë dosjet. Absolutisht është e pamundur që të hysh në sistem dhe të marrësh dosjet, sepse dosjet e prokurorëve nuk gjenden në email. Dosjet janë, pashikut e dosjeve janë në për zyrat e prokurorëve, në zyrat e oficerëve të BK-s, dhe padyshim pastaj janë të skanuara dhe gjenden ato në databaset që i disponojnë në kompjutrat që i disponojnë prokurorët, që aty është e pamundur
që ti të futesh, ti marrësh, ti vjedhësh apo ti shkarkosh ato. Kështu që për mua, jo për mua, por për gjithë ata që i njohin të paktën sadopak sistemin kompjuterik, është e pamundur që të vjedhësh dosjet. Po, është e mundur që të hysh tek sistemi i emaileve dhe mund ta kontrollosh, po sistemi i emailit, pra si emailet, nuk tregojnë dhe nuk të afrojnë ty që ti të shkarkosh dosje. Sepse emailet janë thjesht për përdorime, për të kërkuar një informacion ose për të dërguar një datë, një kështu, por prokuroria nuk punon me emaile. Informacionet i kërkon me fizikisht, i bën me kërkesa me shkrim, i bën me letër porosi kur janë për jashtë Shqipërisë, dhe padyshim pastaj për brenda Shqipërisë i kërkon në forma të tjera që janë shqyrja e vendit të ngjarjes, pra sigurimi fizikisht i informacionit dhe jo me emaile. Kështu që nuk më duket bindës fakti që këta thonë ka vjedhur sistemi dhe me anë të vjedhjes sistemit kanë arritur të administrojnë dosjet. Jo, kjo është e pamundur. Ndërkohë, SPAK ka arrestuar dhe është dhënë masa e sigurisë arrest me burg për 2 persona që në pamje të parë duket sikur nuk kanë lidhje fare me hakerimin. Ju si mendoni, a ka persona të tjerë që qëndrojnë pas këtij sulmi? Shiko, ne dim që janë arrestuar 2 persona, por ne nuk dim çfarë kanë kryer këta, sepse është ndryshe kur arreston 2 persona dhe thua që këta kanë kryer hakerimin, ashtu si ne janë ngjitur në fakt iranianëve që kishin kryer hakerimin në Shqipëri, kishin bërë namin e kështu me radhë, dhe në fund nuk arritëm dot ta kuptonim, dhe unë besoj dhe sot e kësaj dite që nuk ka qenë iranian, por ka qenë segmentet caktuara që ka pas interes ta bëjnë ato veprime. Kështu që edhe ky fakt që ata përdorin, pra ky rast dhe që thonë se i kanë vjedhur këta dhe janë ata përgjegjësit, ne do t'ja lëmë t'i nështrojnë, ata do i nështrojnë hetimit, ne do të njihemi me fakte dhe me provat, sepse deri tash jemi vetëm me një, si thonë, lajmërim ose një bërje publike nga ana e prokurorisë, por mos harrojmë që ata akoma nuk kanë folur, akoma nuk kanë shprehur deri ku kanë arritur, kush si kanë arritur, nëse kanë qenë këta ata që kanë kryer këtë hakerim dhe për llogari të kujt e kanë bërë këtë hakerim. Kështu që ne deri tash kemi vetëm një informacion, kemi informacionin që na ka dhënë prokuroria e posaçme se që këta 2 janë ata hakerusit e sistemit tonë. Kështu që nuk mund të flasim pa patur një hetim, qoftë edhe minimal, që të shikojmë dhe të bindemi që këta janë ata persona të cilët kanë kryer hakerimin. Pra nuk mundet të flasim pa prova. Kurse prova, qofshin këto, edhe me 2 prova shkresore që të vërtetohet, pra qyrja që është bërë, sepse padyshim që atyre emaileve, atyre kompjuterave që është ndërhyrë, është bërë një qyrje nga specialistët, pra nga hetimi që ka nisur SPAK-u për këtë çështje, dhe kështu që ta diskutojmë në një moment tjetër, sepse mund ta aludojmë nëse janë këta, nuk janë këta, sa ka qenë ndërhyrja këtyre deri ku kanë arritur dhe kështu me radhë. Prandaj që edhe kjo është për të vlerësuar si një, për të marrë me rezervë nga deri sot. Nesër të shikojmë se si do ndryshojnë gjërat. Sipas njoftimit të SPAK-ut theksohet se ndërhyrja ka qenë në emailet e 3 prokurorëve, siç e përmendët edhe ju pak më parë, që kryesisht nuk ruhen dosjet në emaile, por nga ana tjetër gazetarët caktuar kanë theksuar se në këto emaile ose në këtë sulm kibernetik janë marrë edhe dosjet caktuara ose ndoshta edhe informacione mbi dosjet caktuara. Tashmë, si mund të ndahet kjo pjesë? Këtu kemi të bëjmë thjesht me hakerimin e emaileve, apo në këtë rast mund të ketë rrjedhur edhe dosje që SPAK ka në dorë? Shiko, do të ndajmë një gjë. Hyrja në sistem për emailet, kontrolli i emaileve është tjetër gjë dhe shkarkimi i dosjeve është gjithë diçka tjetër. Asnjë prokuror i kësaj republike, po qoftë edhe kudo, jo në Shqipëri vetëm, nuk i mban hetimet, pra nuk i mban dosjet në email. Sepse edhe të duash ti, emaili nuk ta lejon, nuk ta jep mundësinë që ti të skanosh më shumë se 20 faqe. Sepse gigabajtët
që ka emaili, nuk është e mundur që ti t'i mbash një email mira faqe të një hetimi, si që janë këto hetimet e Spakut, që arrin në nivele faqesh, fashikues me shumë zero. Dhe kështu që kjo alibi që ndërtojnë duke thënë që ne kishim një email dhe në emailin e ka shkarkuar, nuk qëndron edhe për shkaqe teknike, jo më për shkaqe hetimore. Dosjet prokurorët i mbajnë fizikisht, i administrojnë fizikisht, kur ata duan për nevojat e tyre të hetimit, i skanojnë dosjet, pra i skanojnë fletët dhe ne avokatëve, ku na vën dispozicion, na i dërgojnë edhe, pra i marrim edhe në formën e PDF-s, po i marrim edhe fizikisht si pas rastit. Kështu që kjo alibia je ngritur, që me anë të emailëve janë vjedhur edhe dokumentat, nuk qëndron fare. Dy njerëz që kuptojnë informatika, unë nuk jam specialist informatike, por me sa më kanë thënë dhe këto 2 ditë, më kanë ata që cilët kuptojnë informatika, që janë të kësaj fushë, më kanë thënë që është e pamundur që të mbahen mira dosje në email. Pra, sepse jo për fakti që emaili vet nuk mund të arrit t'i mbaj, por edhe për fakti që të shito prokurori dosjet në email, kur prokurori dosjet e do këtu të tavolina para që ta studioj, pra, nuk ka interesin që ta mbaj në email. Se përse duhet dosja në email prokurorit? Kjo është pyetja. Kjo që prokurori dosjen e studion në zyrë, e studion aty dhe pasaj e materializon në akuzë apo në procedime kështu me radhë. Kështu që na pikpamja teknike, se bëra shumë teknike për ta kuptuar edhe njerëzit, por problemi është këtu që duhet ta ndajmë hakerimin, pra të emailit, që mund të kesh marrë një informacion lidhur me biseda ose kërkesa që mund të kemë bërë prokurorit, qoftë me njëri tjetrin, po qoftë edhe me në një institucion ose partnerët, lidhur me një dosje ose me një persone, me një hetim, kështu që dhe pjesën e shkarkimit të mira faqeve që ne thot dim që i kanë marrë që i administrojnë disa gazetarë. Si është e mundur që Spaku, një institucion që kërkohet të ketë parametrat lartë të sigurisë, sa i përket kompjuterave të tyre, por edhe adresave të emaileve dhe më saktë pasuardeve të emaileve, thuhet në media dhe nga raportimet e fundit se kanë qenë pasuarde mjaft të dobta dhe lehtësisht të hakerueshme. Tani, duke pa nivelin mediokër të prokurorëve, është edhe niveli i asaj, i mbrojtjes së tyre, pra i kodeve që ata vendosin. Kështu që çfarë të them unë ty tani, kur prokurorët vetë, sepse ne po e bëjmë gjithë të madhe, jo nuk është gjë e madhe, sepse institucioni varet nga njerëzit. Njerëzit e bëjnë institucionin, sepse ne i japim rëndësi Spakut, sigur ata janë ca njerëz atje që kanë rënë qelli edhe kanë ardhur këtu dhe shqyqy që kanë ardhur ata që të formojnë organin e procedurës. Jo, institucione bën nga njerëzit. Kanë institucione njerëz mediokër në nivelin e mediokrit që mbajnë institucione, prandaj Shqipëria ka ta ndisur këtë nivel më. Tani ne duhet të themi sa gjëra, ore ka dhe avokator mediokër, se mos ngatrojmë sa gjëra neve. Ashtu siç ka dhe prokuror në nivele mediokri. Dhe nivele që nuk arrin dot të administrojnë kompjutrat e tyre, të ruajnë dosjet e tyre, dhe kështu që neve s'duhet t'i ata hiperbolizojmë sigur ata ç'a janë. Njerëz janë dhe ata, prej mendje, prej truri, prej mishi, prej koska, prej gjaku bëhen dhe ata, dhe kështu që niveli tyre, a ky është, tani ne s'mundet t'i bëjmë të ngrëm nivelin atyre me pahir, sepse kanë të shirë njerëzit e kështu me radhë. Njerëzit ta kuptojnë, me këtë rast të kuptojnë dhe njerëzit, na kush janë ata që kryejnë hetimet, dhe qa niveli dhe çfarë formimi kanë ata dhe çfarë përgjegjësie kanë ata, sepse është edhe shkalla e përgjegjësisë. Kupton se kjo tregon pa përgjegjësi. Kjo tregon pa përgjegjësi, sepse ti e di shumë mirë që je një institucion i cili ke armiqësi në thonjza me të gjithë, sepse je një institucion që lufton jo vetëm krimin organizuar, jo vetëm krimin zgjedhor, po ti lufton. Pra ke në tagrat e tua, ta ka dhënë kushtetuta dhe ligji, që lufton korrupsionin e lartë të niveleve të larta. Dhe korrupsionin e niveleve të larta nuk e bëjmë asun as ju, e bëjnë ata të cilët kanë pushtet. Dhe ata që kanë pushtet, kanë administrojnë edhe burime njerëzore,
të cilat janë të afta që ty të hynë atje dhe të të vjerin dhënat. Se interesin e dhënat e prokurorisë nuk e ka as unë as ju, as populli thjesht. E ka interesin, e ka qeveritarët që jetojnë. Qeveritarët që jetojnë ka mundësit dhe financiare që të paguajnë njerëz të cilët kanë njohuri të thelluara nga informatika që të hakerojnë sistemin e prokurorisë posaçme dhe të marrin aty informacione që nesër ti kenë të siguruara, qofshin për shantazh, po qofshin edhe të mbrohen në një akuzë eventuale që mund të ngrihet nesër aty nga kjo prokurori. Prandaj them që duhet mos i marrim si temi që kush janë ata, atje që u vjet kanë të dhënat. Jo, jo, njerëz janë dhe ata të cilët kaq njohuri kanë, kaq formim kanë dhe kaq shu do ta shikojmë, dhe këtë vështrim do ta shikojmë. Duke ju referuar kësaj të fundit që ju sapo thatë sa i përket presionit politik apo përpjekjeve të aktorëve të caktuar politik për të shtënë në dorë dosje të caktuara, a mendoni se ka një përpjekje politike apo i presion politik pikërisht në këtë rast sa i përket sulmit ndaj SPAK-ut? Shiko, ne shqiptarët, gazetarët, ju të gjithë do të kuptojmë një gjë. Politika dhe prokuroria që në Romën e lashtë kanë qenë kundërshtar njëri me tjetrin, sepse prokuroria prandaj është ndërtuar si institucion që të luftoj krimin. Të luftoj krimin jo vetëm se kur themi krimi, ne kemi parazysh krimin, vrasjen, atë që me trafikat të tjetrin. Jo, jo. Krimi është dhe ai që vjedh. Ai pushtetari që vjedh është krim, çdo gjë është krim. Dhe është bërë pikërisht dhe ajo strukturë është bërë apostafat për të luftuar krimin në pushtet. Krimin në pushtet që fillon që nga ajo vjedhja e atij në Pusit deri tek drejtuesi i shtetit. Kështu që interesin e kanë ata. Pra loja, armiqësia është ndërmjet prokurorisë edhe pushtetarëve. Dhe pushtetarët janë ata të cilët kanë interesin e tyre për të bërë keq dhe për ta luftuar në çdo formë organin e akuzës. Sepse organi i akuzës do ta pranojmë diçka, ose politika, ose do ta kapi për ta përdorur ndaj kundërshtarëve të tyre, ose do ta kapi për të luftuar kundërshtarët brenda partisë, brenda grupimeve, ose do ta kapi për ta patur nën kontroll që ajo mos të veprojë në asnjë mënyrë. Zoti Rama e ka kapur në këtë formë. E ka kapur që të luftoj dhe kundërshtarët politik, po edhe kundërshtarët brenda partisë së tij. Unë jam i bindur që këtë që ka ndodhur, padyshim që kryeministri po të ishte shumë i shqetësuar kur bën atë takimin gjumë me popullin çdo mëngjes, duhet ta kishte përmendur këtë fakt, sepse nëse do ishte i shqetësuar që organi i procedurës së Shqipëri hakerohet apo sulmohet në hakerat, do kishte folur dhe do kishte bërë madje edhe konferencë shtypi. Po kjo vërteton dhe njerë që politika është shumë e kënaqur, madje është shumë komode që ka marrë këto informacione dhe është sulmuar organi i procedurës nga hakerat apo nga ku ta di unë. Kështu që duhet ta ndajmë këtë histori. Politika dhe prokuroria janë dy institucione që janë në armiqësi njëra me tjetrën. Jo vetëm në Shqipëri, të kuptohemi, jo vetëm në Shqipëri, është në gjithë botën kjo punë. Është në të gjithë botën. Prokuroria dhe politika, politikanët nuk shkojnë njëri me tjetrin, sepse janë në konflikt të hapur. Njëri jeton, tjetri mbrohet. Në këtë rast, cili është roli kryeministrit Edi Rama dhe sa ndikim ka ai në dirigjimin e dosjeve të caktuara kundrejt SPAK-ut dhe apo përgatit politika atë që quhet dhe Komisioni Xhafaj për ta zhbërë SPAK-un nisur dhe nga deklarimet e fundit qoftë kryeministrit Edi Rama, por edhe të Berishës që SPAK-u mund të zhbëhet? Jo, do të kuptojmë diçka. Ai që është pushtet kërkon ta kapi SPAK-un, pra prokurorin. Në rastin konkret, zoti Rama ka njerëzit e vet atje, jo të gjithë, do ta pranojmë këtë fakt, jo të gjithë që kontrollon brenda në atë strukturë. Dhe zoti Rama, po t'i vësh re, më çështja e Veliaj i bëri një mash vjetro, sepse e kuptoi që
elektorati, njerëzit filluan ta kundërshtonin për sa i përket sulmeve që ai bëri Spaku. Po sulmet e Ramës ishin sulme fake, sepse tashmë ne po na dalin nga përgjimet e Riovelis që skenari ishte përgatitur, pra ai arrestimit të zotit Velia kishin gisht si zonja Balluku, ashtu edhe zoti Manja, sepse përgjimet e Riovelis na kanë treguar dhe po na vërtetojnë që ka qenë një organizim i mirë brenda Partisë Socialiste për ta eliminuar atë politikisht dhe padyshim për ta mbajtur të izoluar derisa ai të pranoj dolor mandatin dhe të zvendçohet. Pra, goditja politike brenda Partisë Socialiste dirigjohet nga zoti Rama dhe nuk ka më asnjë dyshim që shumë prokurorë aty menaxhojnë Rama për të goditur kundërshtarët, siç i ka goditur dhe ata politikë, po deshët ju, sepse zoti Meta, ku e kemi sot presidentin, është në paraburgim ka 6 muaj, nuk dihet se është në paraburgim, nuk është pyetur, madje është pa akuzë akoma, dhe zotin Berisha gjithashtu, apo zotin Mediu që është në gjyq, pra që është në proces gjyqësor, por zoti Rama aty klanet e tij goditën dhe zotin Ahmetaj, që përsërisën së vërtetës ka dhe ai 2 vite që është në hetim dhe zoti Rama po ju kujtohet çfarë tha nga Asamblea e Partisë Socialiste që po t'isha unë prokuror do t'i kisha bërë atë e këtë zotit Ahmetaj. Dhe ndodhi që pas fjalimit të zotit Rama, ndaj zotit Ahmetaj u mor masaj sigurimit. Ai fati ti i mirë që ai e kuptoi dhe u largua nga Shqipëria, se sot do ishte 2 vite në paraburgim zoti Ahmetaj. Dhe javën e kaluar ju kërkoi prokuroria zgjatjen e afatit e tij edhe 3 muaj. Por nëse ai do ishte këtu në Shqipëri, kush do t'i paguonte gjithë ato kusure për 2 vite e gjysmë në paraburgim? Ja, kjo është ajo për të cilën ne themi që drejtësia diligjojë. Dhe nuk është herezi, nuk e shikoj herezi këtë, që pse zoti Rama ka kapur prokurorinë, se çdo kryeministër ka ëndër ta kapi prokurorinë. Nuk e kap dot në Francë, ose se kap dot në vende të tjera, po dhe në Francë pas kanë kapur me sa pam me atë dënimi që i bën asaj kundërshtares të zotit Sarkozy, Le Penit. Dhe kështu që dhe në Amerikë po deshet ju ka prokuroria nga Bideni për të goditur zotin Trump. U desh që të vinte fitonte zgjedhjet zotit Trump që t'i binin akuzat se po mos i fitohet zgjedhjet sot do ishte e sigurt që do ishte në mas arresti. Kështu që prokurorit kërkojnë të kapen nga politika. Ka prokurori siç është Italia që Giorgia Meloni nuk e kap dot sepse ata prokurorët kanë atë integritetin, kanë profesionalizmin e kështu me radhë që nuk kapen. A është duke përgatitur terrenin e saj politika konkretisht sa i përket dhe përtoritjes së mandatit të kreut të Spakut që në mos gaboj ka të bëjë në vjeshtën e këtij viti? Shiko, ju pak më parë më thatë që do shkrihet, kërkoj të shkrihet Spaku. Kjo nuk është sepse nuk është e thoni ju, por kjo është një perceptim tani që është ngolitur dhe te publiku nga shumë kolegët tuaj. Spaku nuk ka si domethënë prokuroria në çdo vend të botës do ekzistojë, sepse thash, është krijuar që 2000 vite para, që në Romën, në Peradorinë Romake, kur krijuan institucionet e së drejtë kështu me radhë. Por që ta ribësh institucion, kjo nuk do thotë shkrim. Që janë shumë prokuror në prokuroria e posaçme që marrin pagën kot, po dhe kjo s'ka pikën e dyshimit. Dhe mos harrojmë që janë prokuror që paguan nga 6.000 deri në 7.000 euro pagë mujore. Dhe zoti Dumani e ka pagën 90.000 euro në vit, 90.000 vetëm rrogën e tij, pagën e tij, pa beneficet e tjera që janë ruajtja e familjes, e banesës, rohet, bodyguardët e kështu me radhë, që ne na shkon rreth 12.000 euro në vit, të kuptojmë. Por tani që ne të paguajmë kaq 1.000 euro prokuror të cilët kanë dosjet aty, i kanë dosjet e krimit aty, i kanë dosjet e politikanëve aty, i kanë dosjet e krimit zgjedhor aty, s'ka ECC ka ardhur, s'ka Ekroçati ka ardhur, ajo si e ka kjo platforma tjetër Matrix ka ardhur, dhe emrat e politikanëve janë aty, emrat e personazheve janë aty, dhe ti nuk arrin dot të marrësh përgjegjësi penale
Atëre për çfarë të duhet spaku? Për çfarë të duhet spaku? Për Jovelia djej që çfarë po bënte bizneseve dhe çfarë po bënte korrupsionin aty. Se është spaku nëse do të hetoj ja ku i ka sot krimin zgjedhor, që i ka kryetarët e bashkive me gjithë enturazhet e tyre, shkojnë në Athinë, shkojnë në Rom, shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar, në gjithë Europën, me çfarë shkojnë këta? Me çfarë para shkojnë këta? Kur një kryetar bashkie pagën e ka 1.200-1.300 varet nga bashkia e cilë drejton euro në muaj. Një nënpusi bashkisë ka 500, 600, po 700 euro në muaj dhe lëviz kanë çdo të shtunë, çdo fundjavë nga do shkon kryeministri pas. Se lufton këtë krim zgjedhor spaku. Ja kjo është pyetja. Ja kjo është pyetja. Ne nuk na del, ne avokat paguemi po deshët ju dhe më shumë. Dhe 4-5 fishin e 6 fishin atyre kryetarëve bashkisë në muaj, edhe ne nuk na del, edhe u dal ka këtyre dhe që lëvizin gjithë Europën me paratë e taksa paguesve. Prandaj them që spaku është institucion që deri sot, përveç atyre luftës politike që ka bërë brenda apo luftës politike të kundërshtarëve të Edi Ramës, nuk ka kryer asnjë punë tjetër që ta ketë nisur një hetim të thelluar nga aja ta ketë çuar te xeta. Sepse edhe dosjet që ka aty, ka qenë dosjet të kallëzimeve që kanë bërë shoqatat, grupet caktuara apo dhe partitë politike dhe ka spaku i sforcuar ka kryer arrestime. Më thoni një çështje që e ka nisur nga aja te xeta. Po një që ka nisur hetimet vet me mjete proaktive, me mjete përgjimi, që të ketë bërë kryer, ta ketë finalizuar me disa arrestime dhe të ketë bërë për para përgjegjësisë penale. Më thoni një rast të vetëm. Atëre, për çfarë të duhet një strukturë e tillë, kur ajo strukturë nuk funksionon pra? Nuk funksionon më. Ti ke senatorin e Tiranës sot, i cili nuk ekziston më, nuk ekziston, nuk është. Ju nuk e di nëse keni shkuar të shikoni varrezat e Sharrës me landfillin e Tiranës, po bashkohen bashkë. Nuk ekziston ke landfillin e Vlorës që duhet kishte përfunduar 2023 dhe sot e kësaj dite nuk ka përfunduar dhe plerat çdo 6 muaj kur fryn erë gjej rasti që fryn erë fort, i vën flakën që të digjen dhe mbytet Vlora me tym. Dhe askush nuk shkon përgjegjësi penale. Ke dy anije në Vlorë aty që janë bërë qoftë për ambasadoren e Amerikës, zonja Yuri Kim, që ne qytetarët paguajmë 90.000 euro çdo ditë për të mbajtur ku dëgjon anije të kalbura në Bangladeshi, për të bërë qoka politike dhe spaku nuk i shikon më. Kemi senatorin e Fierit Elbasanit që ja paguar lekët dhe nuk funksionon më. Po këto janë taksat e qytetarëve, për çfarë ndërtua spaku? Për çfarë ndërtua më? Kemi investitor strategjik që Belinda Balluku po jep nga mëngjesi në darkë. Po jep nga mëngjesi në darkë. Këto tokat e mia, se s'duhet flas për veten time, se s'jam këtu për të folur për veten. Tokat e mia në Muzeqe, po mi merr Belinda Balluku, po mi shpërndan oligarkëve për vota sot që flasin bashkë me statusin e investitorëve strategjik ose hajdutëve strategjik, se kështu do t'u hapësh emrin. Ja kjo është më. Merr spaku në përgjegjësi penale kryetarin e bashkisë së Himarës për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv, por nuk merr përgjegjësi penale ministre dhe bashkëshortin e saj për korrupsion aktiv. Po si të cilë, për çfarë me kë ka për korrupsion e ky kryetari i bashkisë, se edhe në seks duhet një aktiv e një pasiv, edhe në korrupsion kështu është, një aktiv e një pasiv. Kjo është historia. Prandaj që gjitha këto të bëjnë, që ajo strukturë nuk funksionon. Me gjithë dëshirën e madhe që mund të kenë njerëzit pritshmëri, se u s'ka pasur një pritshmëri. Kështu që dhe zoti Berisha, në të drejtën e tij sot, një strukturë që ne paguajmë dhe nuk funksionon, punon për qoka politike, atëre, përse ne duhet ta paguajmë akoma? Kur ne mund ta ribëjmë në e para, me prokuror me djem dhe vajza, që duon të kontribuojnë për këtë vend, të cilët ka një farë backgroundi dhe ka një farë përgjegjëshmërie për të ndërtuar këtë vend, to a çojmë atje dhe të pedhur, se së fundi botës o Artin Dumani, o Bear Dibra, o Milonaj, o ai ta bëjnë. Jo, lërës se bën dot molla. Kërkojnë dhe mbrojtje e shtesë, këta se kërcënojnë. Po si kërkojnë skuna, kush e kërcënon ty më? Po ti ke prokuror që hoqin nga sistemi të krimeve të rënda, janë nëpër Tiranë aty, edhe kanë të dhënë burgime të përjetshme gjyqtarët dhe prokurorët kanë hetuar dhe si ka gasmon njëri, ja ty ke në Tiranë, nuk ka vanjeri t'i vrasi ata. S'ka vanjeri t'i vrasi. Ara një të qenë abdish 100 vjeç, kish fut gjysmën e Shqipërisë me burg, dhe kish pushkatuar 20.000 veta.
Nuk di 100 vjeç nga Perëndia, nuk vati ta vrisë njeri në rrugë. Këta po po kështu i kërcënokan këta. Po le mor tani se këto janë historira koti, nuk i beson më njeri më. Kuptoni çfarë niveli është flasim apo jo? Niveli mediokriteti më është niveli qesharake. Si gjykoni lëvizjet e Erion Veliajt, i cili është përpjekur që të lëviz çdo gur për të fituar lirinë? Çdo kush që është në një masë sigurimi, siç është zoti Velia, nuk është herezi që të kërkoj lirinë. Dhe njerëzit për atë liri dhe arratisen në burgu, jo më që ta kërkoj lirinë duke telefonuar bashkëshorten, vllajën, shokun, kushuririn e kështu me radhë. Por mënyra dhe rruga për të cilën ka zgjedh zoti Velia ishte një rrugë për mua e gabuar, sepse ai nuk mundet ta fitonte lirinë duke adresuar mediat që janë pranë tij, që ai ka mbajtur me parat tona, taksa paguesve, që të sulmonin prokurorin apo gjyqtarin e gjykatës posaçme. Pra rruga që ai zgjodhi ishte e gabuar, por fakti që ai kërkon lirinë nuk është e gabuar. Por njerëzit për të cilën ai telefononte bashorten që duhet të shkonin ata dhe të kërkonin të ngrinin një alibi e kështu me radhë, ka qenë rrugë e gabuar. Erion Velia duhet ishte mbrojtur me avokat, duke rrëzuar pretendimet përse ai nuk duhet të rrinë mas sigurimi, sepse pretendimet për provat për akuzat nuk rrëzohen në këtë moment, ato do rrëzohen gjatë procesit gjyqësor, por ai duhet të binte gjykatën përse nuk duhet të ishte në mas sigurimi shtrënguese siç është arresti me burg. Kështu që ai zgjodhi rrugën e mënyrën kërcënuese, mënyrën që për mua nuk e ka zgjedhur as kriminalët më të mëdhenj që kanë pasur ushtrina pas kriminale, dhe ata nuk e kanë kërkuar në këtë mënyrë siç e kërkoi zoti Veliaj. Zoti Velia kërkoi edhe në mënyrë kërcënuese, e kërkoi edhe në mënyrë politike. Në mënyrën politike isha ajo që thoshte bashkëshortes shko prit të takosh Alex Soros, mos shko te ambasada, se ambasada s'është më me neve se ka fituar Donald Trumpi. Prit të tako ata Alexin, besoj keni lexuar ato. Po. Tako Alexin ti se Alexi zgjidh këto punë. Alex Soros. Pra edhe kjo është një mënyra më si thon asaj. Më shpifarake në gjuhën popullore, sepse vërteton dhe një herë që drejtësia në Shqipëri dhe mënyra se si lirohen politikanët u lirokan me qoka politike. Dhe kjo ka rrëzuar një herë mirë edhe pretendimin që këta kanë ndërtuar një drejtësi të pavarur. Se në momenti që ti i thua njeriu tënd, pra numri 2 ose numri 1 i Bashkisë së Tiranës, bën në këto kapërcime, duke thënë që takoj X-in Y-in, që unë të lirohem, se këto biseda kanë qenë në datën 11 dhe 12 në kohën që ai ishte ditën para masës sigurimit, shqyrtimit në masë sigurimit në apel. Dhe kjo ka qenë ajo për cilën sot i ka bërë të gjithë qytetarët, i ka bindur që Erion Velia, pas ka qenë një personazh të imase negativ dhe kush mjerimi madh nga kush është udhëhequr Tirana për 10 apo 11 vite e fundit. Prandaj që rruga që ai zgjodhi ishte një rrugë jo institucionale, jo e lishme, padyshim edhe një rrugë kriminale. Si është e mundur që e ka ndërmarrë një hap të tillë, ndoshta duke ditur që edhe mund të përgjohet, apo ka menduar se ka aq shumë pushtet edhe ndoshta dikush i ka dhënë garanci se mund të fitoj lirinë? Shiko, ku shkoi Henry Kissinger, ka qenë diplomati më i madh në SBA, ka ndëruar jetë moshë 100 vjeçare. Dhe ku shkoi në Kinë për të parë, edhe i thot ai kinezi, o të Xiaoping, kush ish nga ata, i thot sa i shëmtuar je, i thoshte Kissingerit, i thosh, si ka mundësi që ju të qepen të gjithë femrat e botës më të bukura, ti je kaq i shëmtuar. Edhe ai thoshte, pushteti tha ai është afrodiozik dhe
ta krijon këtë mundësi që kur ke pushtetin, ai më i shëmtuari të duket më i bukur, të duket më king, të duket më edhe punë e Erion Velis. Pushteti e bëri që të duke i fort, i fuqishëm, i bukur. Pra, kjo është ajo që të bën pushteti. Kështu që Erion Velia mendonte se kishte pushtet, por harroi që ai ishte i tradhtuar nga të vetët. Ishte tradhtuar nga ministri i drejtësisë, ishte tradhtuar nga Edi Rama, pra ishte tradhtuar nga të vetët. Është si puna atyre që shkonin në kohën e komunizmit, Beqir Balluku me shok, shkonin në burg ata dhe i dërgonin letra e Roxhës, se Enveri nuk dinte gjë që ata ishin në burg, se fajin e kishte me Metsheu. Edhe puna e Erion Velis nuk e kishte a kuptor akoma, e këtë të fajin e kishte Sirmania, jo mor, fajin e kishte Edi Rama, po se kishte Sirmania. Kështu që historia përsëritet, po kur e kuptojnë këta shumë vonë, pasi ka marrë rrugtimin për mos u dalë në Hamburgu për sa vite. Duke u referuar ministrit të drejtësisë në përgjimet që kanë dalë në media, Erion Veliaj hakërrehet pikërisht ndaj Ulsimanjës, duke thënë që do ta mbys me thonjë. Pikërisht për qëndrimin e tij në raport me burgosjen e Erion Veliajt. A mund të themi në këtë rast se ka lindur një luftë e hapur brenda Partisë Socialiste? Po, pyetja është, kush e kontrollon Ulsimanjën? Ulsimanja klani kujt është? Është klani Edi Ramës. Apo jo. Tani ju mendoni se Ulsimanja ka vepruar pa dijenin e Edi Ramës? Po ato përgjime kanë shkuar më parë te Edi Rama, sepse përgjimet janë kryer brenda institucionit të botës të ndihmit. Kur torturoi Kadria Zbiu me grupin në 82-shin, ato torturat i shikote Enver Hoxha, pastaj dilin në gjyq. Edhe kjo punë tani. Edi Rama i kishte parë të gjitha përgjimet dhe Erion Velia tani akerroi Ulsimanjës. Po jo mon, Erion Velia duhet akerroi Edi Ramës. Kjo ishte ajo, sepse Ulsimanja po ta shikoj para sa ditësh, do të thënë glorifikonte Edi Ramën dhe mbi Zotin ishte Edi Rama, s'kishte tjetër. Tani Erion Velia është naiv që mendon që fajin e ka Ulsimanja, por gjithsesi ky është perceptimi i tij. Por lufta brenda Partisë Socialiste ju e dini që është klani i Zotit Xhafa, është klani i cili mbron Zotin Velia. Zoti Xhafa ju e dini që në 2021-shin Edi Rama e nxori nga dera, po Erion Velia ja futi nga dritarja me atë hersin e famshëm, atëre mblodhi vota, vuri gjithë deturazhin e bashkisë që votoi për zotin Xhafa, gjithë policia bashkiake e kohës, pra gjithë i nuvi qa kisha i në dorë, punuan për zotin Xhafa, i cili kaloi dhe hersin dhe mori shumë vota, rreth 16.000 apo 17.000 në Tiranë. Kështu që ky është klani që ndërmjet Erion Velis dhe Edi Ramës. Por klani Erion Velis tani është në vështirësi, sepse ata po ja shkrin, ja ka larguar të gjithë drejtorët e bashkisë, dhe kur them ja larguar njerëzit më besnik të Erion Velis dhe administratorja e re e bashkisë, që është vendosur aty nga Edi Rama, po vendos njerëzit e saj, njerëzit e Edi Ramës edhe në bashki. Kështu që zoti Velia i lutet prokurorit që mos i vendosi grupin e strukturuar kriminal aty brenda, sepse nëse tani rrezikon nga 7 deri në 15 vite burgim, do rrezikoj nga 10 deri në 20 vite. Dhe 10 deri në 20 vite me gjykim të shkurtuar i bie të dënohet 12 vite. Do thosh ti, okej, si janë shumë 12 vite, pa problemi është që ka vetur 60 vjeç dhe kështu që është harruar fare që ka qenë dhe kryetar bashkie, jo më në politikë histori tjetër. Erion Veliaj në përgjimet që kanë dalë në media përmend edhe një nofk që e quhen redaktori. Kush mendohet se mund të jetë në këtë rast? Redaktori, shiko, Erion Velia ka ndërtuar një grup të madh në bashki që merresh me imazhin, kuronte imazhin e tij. Imazhin e tij padyshim edhe punët virtuale të bashkisë së Tiranës, personazhet 1 milion, kishte filluar 2 milion pemë që të mbilleshin në Tiranë, ti numërosh 2 milion pemë, s'ka gjithë Shqipëria jo më në Tiranë, se ne jetojmë në Tiranë dhe unë nuk e di ku janë, dhe kishte ndërtuar tamam një, si thonë asa, një enturazh shumë të madh,
se 12.000 punojnë që ka bashkia Tiranës, nuk i ka thot as bashkia e me madhe, ku mund të them, nuk e di kush bashkia me madhe në Europë, mos të gaboj, po besoj se Berlini do jetë, kishte 6.500 punonjës. Kështu që zoti Velia e kishte ndërtuar imazhin e tij dhe pjarin e tij mbi ku kishte taktuar për këto disa persona. Nuk e di ku t'i thonë redaktori, sepse ai ka shumë media që kanë punuar për të, ka shumë gazetar ka punuar për të, ka shumë portale që paguheshin nga Erion Velia dhe unë e di shumë atë që ju jepte, portale që jo vetëm janë portale që lexohen, por edhe portale që janë kthyer edhe në televizione tashmë, që paguheshin na 2.000, na 3.000 apo deri në 5.000 euro analistë ndryshëm në për studio që mbronin Erion Velin. Kështu që nuk e di sepse ai kishte një entourage, një staf shumë të gjerë dhe redaktorët mund të jenë të shumë, por kush është ky redaktor apo kryeredaktor nuk e di, por besoj se ju gazetarët duke qenë që jeni më afër dhe mund ta keni kolegë, keni besoj informacionin më të plot. A mund të themi tashmë se kjo betejë brenda Partisë Socialiste është kthyer në një betejë midis Edi Ramës dhe Erion Veliajt për ta eliminuar politikisht këtë të fundit, por tashmë edhe në aspektin e përballjes me drejtsinë? Shiko, Erion Velia politikisht ka vdekur. Vetëm tani ka mbetur varrimi politik. Varrimi politik do t'i bëhet me vendimin e formës pret gjykatës. Politikisht Erion Velia ka marrë fund, nuk ka asnjë mundësi më, ka më asnjë mundësi që ai të kthehet në politik më, sepse akuzat për të cilët ai, ose mund të themi se akoma jemi tek faza hetimeve, pretendimet e prokurorisë për ato që ai ka bërë janë goxha të provuara, se s'mund të themi që nuk janë të provuara, por mos harrojmë që vetëm me këtë akuzë Erion Velia ka mas dënimit lartë. Po nëse nesër do t'i komunikojnë edhe për inceneratorin e Tiranës, apo për 5D, apo për aferat të tjera, si do shkoj kjo histori? Kjo që Erion Velia nuk mendon më tani për jetën e tij politike, ëndrat që kisha ai për të bërë kryeministër dhe t'i zite vendin zotit Rama, se kjo ëndër e mori me qafë zotin Velia, që Edi Rama e futi në burg. Problemi është që Erion Velia nuk e ka mendjen aty më. E mblodhi mendjen me politikën. Kjo që nuk ka zoti Rama se llogarit më fare Erion Velin, as e ka mendjen, nuk e ka më në mendje fare se ja ka marrë të gjithë pushtetin edhe atë pak pushtet që kishte mbetur në Bashkinë e Tiranës. Madje të them diçka, dhe njerëzit që Erion Velia kishte mbështetje, disa zoti Rama nuk i ka kandiduar më, disa ata të tjerët, si zoti Xhafa me shok, i ka lënë në listë të hapur dhe ka dhënë orientimin në elektorat që asnjë prej këtyre mos të votohet më. Pra, që ata mos të jenë më në parlamentin e ardhshëm, pra asnjë nga klani zotit Velia të jetë në parlamentin e ardhshëm. Çfarë po ndodh me ish-ministren Olta Xhaçka, për të cilën gjykata ka marrë vendim duke i kërkuar SPAK-ut që të nisë hetimet sa i përket po themi pronave në Himar, ku ndaj saj ka një kallëzim penal, por edhe ndaj bashkëshortit saj Artan Gaçit. Shiko, zonjës Xhaçka i bën një nder shumë të madh prokuroria e posaçme. I bëri nderin, pra ja bëri çokën. Që do të thotë, dënoi zotin Goro, që ishte pjesë e kësaj dosje, ishte në këtë po të jetë i kallëzim me zonjën Xhaçka, dhe mendoi që duke çuar në prokurori, në gjykat, dosjen vetëm me zotin Goro, aty do mbyllej gjithë kjo histori. Po jo, kjo nuk mund të mbyllej aty, se siç e thash dhe pak më parë në hyrje, që nuk mund të kemi korrupsion pasiv apo shpërdorim detyre pa nxjerrë në konkluzionin ky kryetari i bashkisë në funksion të kujt e shpërdoroi këtë detyrë. Për kë e bëri këtë shpërdorim detyre? Për kush ishte përfituesi
nga ky ose humsi më saktë nga ky shpërdorim detyre, se shpërdorimi detyrës është e parashikuar në nenin 248. Dhe thot diçka. Me veprimet dhe mosveprimet e tua i ke sjell shtetit dhe individëve përfitime materiale ose dëmtim në pasuri e kështu me radhë. Që do të thotë, Zoti Goro me vendimet e tij i kishte sjell një dëm individëve në favor të zonjës Gjashka dhe bashkëshortit të saj. Dhe si do ishte kjo dhe logjika të shpije që, okej, është përdoruar detyra, po kush ka humbur nga kjo shpërblim detyre? Ai qytetari që vjedh prona. Kjo prona që ishte bërë me falco, në funksion të kujt ishte? Ishte në funksion të investitorit strategjik që ishte zonja Gjashka me bashkëshortin. Atëherë, si ka mundësi që ti merr kryetarin e bashkisë dhe nuk merr personat që kanë përfituar nga veprimet dhe mosveprimet e kryetarit të bashkisë, që do të thotë ata duhet të ishin hetuar. Nuk e di nëse duhet të ishin dënuar sepse dënimin nuk ta jep prokuroria, ta jep gjykata, por prokuroria duhet ta kishte hetuar, pastaj ishte gjykata që do vendosë fajësinë e tyre. Dhe në këtë kuptim, gjykata, duke bërë një analizë të kësaj situate, që unë e përmenda pak më lart, që ajo çështje penale duhet hetuar në tërësinë e saj, në të gjithë personat që ishin aty, vendosi ta kthente dosjen pas dhe ta detyroj, sepse kodi i procedurës në nenin 329 e ka të përcaktuar që prokurori, që gjykata ku konstatoi që prokurori nuk i ka kryer hetimet plota, ka të drejtën e tij të drejtën ta kthej çështjen në organin e procedurës për të regjistruar procedimin penal. Është e përcaktuar kjo. Nuk ka bërë asnjë veprim të palishëm gjykata. Është e përcaktuar kur prokuroria nuk vepron me marrjen në përgjegjësi penale të një personi dhe provat janë aty, gjykata e orienton prokurorin që të regjistrojë procedimin penal dhe të ndaj personave dhe ta çojë çështjen në gjykatë. Pra, deri këtu jemi okay me ligjin sipas gjykatës, për veprimin që ka bërë gjykata. A mund të themi në këtë rast se Edi Rama e ka shitur Olta Gjashkën dhe nga ana tjetër a do të ketë të njëjtin fat Belinda Balluku? Shiko, Olta Gjashka, Zoti Rama e ka mbrojtur sa nuk besoj do mbronte edhe lindën, ai shumë sa ka mbrojtur Olta Gjashkën. Pse do thoni ju? Sepse ju besoj e mbani mend çfarë ndodhi muaj më parë me atë ping-pongun e madh, gjykatë kushtetuese, kthe në parlament, shko gjykatë kushtetuese, kthe në parlament, pastaj shko parlamenti e çon në komisionin e Venecias çështjen dhe në fund priti pastaj u bë kjo zvarritje procedurale që i dha mundësinë Zota Gjashkës të mbyllte mandati, siç dhe e mbylli, apo. Dhe në fund fare arritën në përfundimin një interpretim banal ky nga deputetët ignorant të Parlamentit Shqipërisë, e shumica aty, jo shumica, por 99% janë në kushtet e mediokritetit dhe ignorancës juridike, që arritën të interpretojnë vendimin ose sugjerimin e Komisionit të Venecias si një fitore të tyre që në fakt Komisioni i Venecias bën orientime edhe nuk jep vendime. Gjithsesi, të arritur tek ajo pyetja juaj që Zoti Rama e ka mbrojtur në mënyrë ekstreme zonjën Gjashka. Kjo është historia. Pastaj Zoti Rama po të donte ta lëshonte, mund ta lëshonte, e linte jashtë listave, po jo, e ka futur në listë për deputete, padyshim jo në listën e sigurt, po e ka lënë në listën e hapur. A fiton, a nuk fiton, pastaj kjo është diçka tjetër. Por Zoti Rama e ka mbrojtur në mënyrën më ekstreme të mundshme, duke marrë parasysh, duke bërë krahasime me Zotin Ametaj, që Zoti Rama nuk i dha si mbrojtje, e braktisi në mënyrën më të turpshme, më ekstreme të mundshme. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Falenderit juve dhe kënaqësi si gjithmonë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.